Fedinvest sill historinë e suksesit të Anife Musej nga fshati Kryezjar. Antare e Fedinvest, Dega Kuqan, e cila ka përfituar financim përmes Fedinvest dhe Bankës së Zhvillimit të Këshillit të Evropës dhe mbështetje për rritje kapacitetesh përmes një granti nga Fondi Slovak i Rritjes së Gjithëpërfshirjes. Unë jam Anife Musaj dhe së bashku me bashkëshortin tim, Nazmiu, kemi antar të Fedinvest në Degën e Kuqan. Bashkëpunimi ynë me Fedinvest ka nisur herët, kemi marrë 4 kredi radhase, të cilat kanë qenë hapa tona të sigurta drejt rritjes biznesit familjar që kemi sot. Fillimet e tyre ishin modeste. Investimi përmes 2 kredive të para nga Fedinvest transformoi ekonominë e familjes, duke përshtatur katin e parë të shtëpisë në një market ushqimor dhe pikë tregtimi për blegtërinë. Më pas vendosëm të fokusohemi te tokat tona me kredinë e 3 dhe 4, vendosëm të investonim në tokën tonë. Bollëm 600 rrënjë ulli, 100 në Kryezjar dhe 500 në zonën e Dumëres në Kaja. Sot këto ullishte na sigurojnë të ardhra shumë të mira përmes shitjes së ullirit kokër dhe vaj cilësor. Anifja ka vite që menaxhon ullishten së bashku me bashkëshortin. Kështu, pas trajnimit të mundësuar nga Fedinvest, aplikoi për kredin në emrin e saj, duke pagur bashkëshortin si suport. Ky ishte një hap i rëndësishëm për familjen tonë, pasi unë u trajnova paratimin e biznes planit dhe kreditimin e zgjuar nga Fedinvest me bashkëpunimin me CEP. Ky trajnim më dha besimin dhe njohuritë e nevojshme që menaxhimi i ekonomisë familjare të kalonte totalisht në duart e mia. Me këtë investim të fundit blem mjetin e transportit për mallin dhe pajisjet e nevojshme për shkundjen e ullinjve. Tani puna është më e lehtë dhe më produktive. Synimi im tani është që ta zgjerojmë gjithmonë më shumë aktivitetin tonë. Falë trajnimeve dhe mbështetjes së qendrës ABA, e di se si të orientoj biznesin drejt mundësive të reja. Për ne, korrektesa ka qenë Chelsea, ndërsa Fedinvest ka qenë partneri që nuk na la kur vetëm. Mbështetja financiare dhe trajnimet janë thelbësore për fuqizimin e gruas fermere dhe rritjen e bizneseve rurale. Faleminderit Fedinvest për këtë mundësi.